këto subjekte kryesore, edhe PDK, edhe LDK, edhe vetëvendosje kanë raporte, edhe ofruese, po kanë edhe ndarse. Jo vetëm në Prishtinë, po edhe në disa komunat të tjera ka dallime pra kandidati për kryetar dhe kuvendet komunale. Pra me kuvendet komunale del përpara pra X partia. Rasti edhe me Prishtinën është PDK del e dyta me kuvend komunal në Prishtinë. Ose rasti për shembull Maljesheven ta marrim, Maljesheven tonë. Lidha Demokratike është goxha poshtë për kryetar komune, por kandidat për kuvendar kanë marrë vota dhe janë më të avancuar. Edhe në komuna tjera ka goxha raste. Prandaj unë e kam parashikuar fitoren e përparim Ramës, jo me rezultat goxha të thellë, se kom planifikuar, se kom para pa, por e kom parashikuar se do të jetë fitus. Pra secili prej kryetarëve ka qenë favoritë dhe ashtu doli. Por rasti i Orhan Ismailit më ka impresionu, seriozisht fushata e tij vazhdimisht sa kam përcjell më ka impresionu. Dikush e ka konsideruar se ka bërë ndonjë fushat më tepër prej zyrës, po jo se unë e kam taku edhe në aktivitete rastësisht. Kam qenë edhe si udhëtari i rastit, kalimtari i rastit e kam taku, ka dalë me shpalos programin e përlagje ku banoj atje në Matin 1. Edhe ka arrit, pra, më duket diku rreth 10.000 vota ka arrit për 4 vite ta fuqizoj PDK-n. Dhe tash është rast që do ta vendos fitoren. Po prognoza prapë, Prishtina shkon në ballotazh përcaktuese do të jetë Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka pasur prishje të koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës me zotëri përparim Rama. Çfarë do të ndodhë? Cilat janë pritjet e juaja? A do të ndëgjohet antarësia dhe votuesit e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë rast të Orhan Ismailit që të votojnë ka dëshiron Orhani, apo do të jenë të lirë në përcaktimin e zgjedhjes së kandidatit për kryetar për 4 vjeçarin e ardhshëm? Cila do të qoftë alternativë, ata nuk mund të marrin pushtet më tepër. Edhe nëse nuk e votojnë përparim Ramën, e votojnë vetëvendosje, nuk mund të marrin pushtet më tepër. Sepse kryetarin ai nuk e dorëzon. Kryetarin e merr ai, nëse mund ta përmbys garën, e merr për shembull përparim Ramës. Dhe çka fiton për shembull Orhan Ismaili nëse mbështet ai dhe antarësia e PDK-s përparim, po është edhe për Hajrullah Çekun, nëse nuk e mbështet. Tek e fundit partitë politike vazhdimisht bëjnë fushat herë kundër njërës, herë kundër tjetrës. Të dy këto subjekte kryesore, edhe PDK, edhe LDK, edhe vetëvendosje kanë raporte, edhe ofruese, po kanë edhe ndarse. Të tana kanë pas bashkëpunim me vetëvendosjen. Pra, LDK ka pas edhe në nivel qendror, ka pas koalicion, po ka dështu, janë zhgënyer. PDK ka pas në nivel komunal,